Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjaltë dhe banane, receta e shkëlqyer që trajton kollën dhe bronkitin. Kollitja shpesh kthehet në një math të vërtetë dhe në një gjendje të vazhdueshme dhe shumë të bezdishme. Si një simptom e zakonshme e ftohjes dhe e gripit, zakonisht kjo nuk paraqet një gjendje të rëndë dhe është e mundur ta mbash nën kontroll në sajt të produkteve natyrore. A jeni në dieni për ekzistencën e këtij ilaçi? Pas konsultimit me një mjek, përpiquni të jepni rëndësi këtij ilaçi të thjesht natyral, me përbërës të pasur me lëndë ushqyese dhe shumë të fuqishme dhe që munden të lehtësojnë simptomat brenda disa orëve. Për më tepër, ky ilaç natyral është mjaft efektiv për lehtësimin e simptomave të bronkitit dhe dhimbjes së fytit. Trajtimi i kollës dhe bronkitit ka qenë gjithmonë i vështirë edhe për mjekësinë konvencionale. Ky ilaç natyral përmban disa përbërës më të vjetër dhe më të fortë, të cilët të lehtësojnë dhimbjet e fytit, kollën dhe gjithashtu ata kurojnë bronkitin. Fal vlerave të mrekullueshme të mjaltit dhe bananes, të cilat janë përbërës të recetën, ju mund të përdorni këtë ilaç si për fëmijët ashtu edhe për të rriturit dhe gjithashtu të shijoni shijen e mrekullueshme. Dhimbja e fytit, kollitja dhe problemet e stomakut mund të trajtohen me këtë pije. Ja se si ta përgatisni atë. Përbërësit janë 400 ml ujë të vluar, 2 banane të mesme të pjekura, 2 lugë mjalt. Përgatitja: së pari, hiqni lëkurën e bananeve dhe shtypini ato me një pirun ose lugë. Mos përdorni enë metalike sepse bananet priren të errësohen në kontakt me metalin. Më pas, vendoseni bananet në një tenxhere dhe shtoni ujë të nxehtë. Lëreni përzierjen për 30 minuta. Së fundmi, pasi kjo të jetë ftohur, shtoni mjaltin. E rëndësishme është që mjaltin ju ta shtoni në fund, në mënyrë që të mos u mbas vlerat e tij të rëndësishme në ujin e vluar. Përdorimi: pini 100 ml 4 herë në ditë, gjithsej 400 ml në ditë. Kjo sasi është mjaftueshme për një ditë dhe mund të përgatitni një tjetër ditën tjetër. Rezultatet e para mbërrin pas 5 ditësh. Kolla mund të konsiderohet si një mekanizëm mbrojtës që trupi lëshon për të liruar rrugët e frymëmarrjes dhe grimcat e huaja të futura në organizëm, për shkak të inflamacioneve dhe virozave të ndryshme. Kolla mund të ketë forma të ndryshme, ajo mund të jetë e thatë, e dhimbshme, kronike e të tjerë. Në qoftë se ajo vazhdon për një kohë të gjatë, mund të tregojë një problem serioz shëndetësor dhe mbi të gjitha, bëhet e bezdishme dhe e padurueshme. Megjithëse në farmaci gjenden një shumëllojshmëri medikamentesh për ndalimin e kollës, ko më parë gjyshërit tanë kishin mënyrat e tyre alternative për ta zgjidhur këtë problem pa shkaktuar asnjë efekt ansor. Receta kundër kollës së thatë: merrni një portokall dhe priteni imët dhe së bashku me lëvozhgën. Në një tenxhere me rreth 300 ml ujë, hidhni portokallin e prerë, një lugë gjelle sheqer dhe një lugë çaj me sodë buke. Lëreni të gatuhen për rreth 30 minuta, derisa të formohet një sasi lëngu i trash. Merrni një lugë gjelle nga përbërja 3 herë në ditë. Receta kundër kollës kronike: merrni një kokër mollë, një kokër qep, secila prej tyre duhet të jetë rreth 70 gram. Priteni dhe futeni në blender së bashku me 4 lugë mjalt të papërpunuar. Konsumoni nga një lugë gjelle të kësaj përbërje disa herë në ditë. Shërbehet gjithashtu kundër kollës së thatë dhe të dhimbshme. Hidhni një filxhan sheqer në një tigan dhe lëreni në zjarr të avash derisa të marrë ngjyrë të errët. Pasi sheqeri të ketë marrë ngjyrë, hidhni 2 filxhan qumësht.
Përzieni mirë derisa sheqeri të jetë tretur tërësisht dhe qumshti të jetë trashur. Merrni 2 lugë nga përbërja 3 herë në ditë. Kolla është një fenomen krejtësisht normal që ndihmon në pastrimin e rrugëve të frymëmarrjes nga mikrobe të ndryshme dhe gjithashtu nga mukusi i tepërt. Nga ana tjetër, një kollë e vazhdueshme dhe e gjatë mundet që të jetë shumë e pakëndshme dhe gjithashtu tregon një sër gjendje shëndetësore që duhen trajtuar. Megjithatë, mund të përpiqemi dhe të kurojmë edhe kollën e shkaktuar nga ftohja ose gripi në mënyrë natyrale. Ja disa preparate natyrale që mundet t'i bëni në shtëpi, të cilat janë vërtetuar se ndihmojnë me kollën dhe dhimbjet e fytit. Gargar me ujë të kripur. Nëse kolla juaj shkaktohet nga një infeksion bakterial, uji i kripur mundet që ta shërojë atë. Përzieni gjysmë lugë krip në një gotë me ujë të vakët dhe mund ta përdorni përgatitjen 2 deri në 3 herë në ditë. Megjithatë, nëse është një infeksion viral, kripa nuk do t'ju ndihmojë. Pini çaj me xhenxhefil. Xhenxhefili është vërtetuar shkencërisht se ndihmon në reduktimin e kollitjes dhe qetësimin e dhimbjeve të fytit. Gjithashtu, rrënja e saj ka veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Mund të blini qese çaj ose të krijoni vetë rrën xhenxhefili dhe t'i shtoni mjaltë dhe limon në të. Shtoni mjaltë në lëngun që pini. Mjalti ka një efekt qetësues në traktin e sipërm respirator. Largon djegjet dhe dhimbjet në fyt dhe ka një efekt antiinflamator. Merrni një lugë gjelle vaj ulliri në ditë. Shumë studime kanë treguar se vaji i ullirit luan një rol tepër të rëndësishëm në trajtimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive. Kur përdoren nga goja, krijon një stres mbrojtëse dhe lubrifikon dhimbjen e fytit. Gjithashtu lehtëson kollën dhe zvogëlon edhe ndjenjën e acarimit në fyt. Hani probiotik. Të gjithë e dinë se probiotikët janë të mirë për shëndetjen e zorrëve, por gjithashtu ato luajnë një rol në parandalimin e ftohjes dhe reduktimin e kollitjes. Merrni shurup me qep. Shurupi i qepës shpesh u jepet fëmijëve. Gjithsesi, qepa është vërtetuar se hollon sekrecionet dhe në këtë mënyrë ndihmon në lehtësimin e ngarkesës në mushkëri dhe është përdorur prej kohësh në mjekësinë popullore si një ilaç tërësisht natyral i cili do të ndihmojë kundër të ftohurave. Për shurupin juve do t'ju duhet një qep e kuqe dhe 3 lugë sheqer pluhur. Qërojmë qepën, e presim atë në feta, e vendosim në një pjatë dhe më pas e spërkasim me sheqer dhe e lëm të qëndrojë që të lëshojë lëngun. Mirëpo, gjithashtu duhet të keni parasysh sa herë që të sëmureni, të keni grip, ftohje, viroza, duhet gjithmonë të këshilloheni me mjekun tuaj, të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe gjithashtu të jeni të vëmendshëm që të qëndroni gjithmonë larg këtyre problemeve shëndetësore. Duke qëndruar të ngrohtë, duke mbajtur fytin tuaj sa më ngrohtë dhe duke konsumuar lëngje në mënyrë që të forconi imunitetin tuaj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative, por dhe nëse gjendja juaj është kronike,
Ju duhet të shkoni me patjetër tek mjeku.